Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Lamtumirët, diabet, 3 ushqimet që duhet të hani çdo ditë për të ulur sheqerin në gjak. Sheqeri i lartë në organizëm është një nga problemet serioze mjekësore, i cili nuk duhet të injorohet. Sasia e lartë e sheqerit në gjak çon deri në diabet dhe komplikacionet e tij. Post kësaj shkakton çrregullime në punën e mëlçisë dhe në sistemin urogjenital. Shkakton çrregullime metabolike, sëmundje të lëkurës, zhvillim të kataraktit, patologji të zemrës. Por për këtë shkak është shumë e rëndësishme të dallohen shenjat e hiperglicemisë, edhe me këto të shkoni tek mjeku. Pa trajtim, niveli vazhdueshëm i lartë i glukozës në gjak mund të shkaktojë komplikacione serioze të shëndetit, përfshirë sëmundje të zemrës, goditje në tru, neuropati, sëmundje të veshkave, çrregullime të shikimit, urinim i shpesh sidomos gjatë natës, tharje e gojës, humbje e pashpjegueshme në peshë, infeksione të përsëritura, lodhje dhe probleme në marrëdhëniet tuaja. Kontrolli i glukozës në gjak është kyç në parandalimin prej komplikacioneve të sipërpërmendura. Receta popullore të cilat mund t'i gjeni në shtëpi mund të ulin sheqerin në gjak. Të kombinuara gjithashtu me aktivitetet tuaja dhe me një dietë të rregullt, mund të jenë çelësi kryesor për të përmirësuar shëndetin. Nëse doni të përmirësoni luhatit të sheqerit, atëherë në dietën tuaj sipas Healthy Site duhet të shtoni këto përbërës. Çaji nga gjethet e dafinës. 8 gjethet dafine i shtoni në 300 ml ujë të vluar, i lini të qëndrojë për 4 orë, kulloni dhe pini nga një gjysmë gote 3 herë në ditë gjatë 3 ditëve, pastaj bëni një pauzë 2 javore. Pija me kanellë. Një herë në ditë, më së miri në mëngjes, shtoni një lugë çaji kanellë në një filxhan kefiri dhe pak yndyrë. Përzjeni dhe pini në mëngjes. Kjo përzierje do të përmirësojë metabolizmin dhe do të ulë sheqerin. Nëse nuk jeni tolerant ndaj produkteve të qumshtit, kanellën e shtoni në çaj ose te uji i vakët. Më së miri është të përpiqeni të përdorni shkopat e kanellës, t'i grini në rende dhe t'i shtoni në pije. Qulli i hikrës me kefir. Hikra përmban sasi të madhe të vitaminave të grupit B, thartirë folike, fosfor, hekur dhe elementë të tjerë gjurmë, të cilët ngopin gjithashtu organizmi dhe ndihmojnë edhe në ngritjen e glukozës. Për ta bërë këtë recetë popullore nga hikra, merrni disa lugë gjelle miell hikre, i shtoni në kefir dhe i lini gjatë natës. Në mëngjes hani qullin tuaj në vend të kafjallit. Pija nga fasulja e bardhë. Në mbrëmje shtoni një gjysmë gote ujë të ftohtë në të cilën do të shtoni 3 kokra fasule të bardhë. Në mëngjes hani fasulen dhe pini ujin. Një orë mos hani asgjë, pastaj hani kafjallin. Duhet të dini që uthulla e mollës përpara se të pihet duhet patjetër të këshillohet me mjeku juaj para se të merrni këto produkte. Është e rëndësishme që nëse keni luhatje të forta të sheqerit në gjak, të konsultoheni vazhdimisht me mjekun tuaj për të përmirësuar dietën dhe për të evituar kështu çdo produkt tjetër i cili mund të ndikojë në rritjen e papritur të sheqerit në gjak. Shtoni në dietën tuaj perimet pa niseshte. Mbusheni pjatën tuaj me perime pa niseshte. Për njerëzit të cilët janë të rrezikuar nga diabeti është e rëndësishme të rrisin dozën e perimeve. Perimet kanë në përmbajtje të lartë fibër dhe ujë që ju mbajnë të ngopur për një kohë të gjatë. Perimet e gjelbra. Të gjitha perimet pa niseshte janë të mira, megjithatë ato me gjithë të gjelbër përmbajnë më shumë vlera ushqyese. Nga një analizë e bërë gjatë studimeve të mëparshme, shkencëtarët britanikë zbuluan se konsumi 1,35 racione me perime të gjelbra në ditë lidhet me 14% më pak rrezik për zhvillimin e diabetit të tipit 2, krahasuar me konsumin e vetëm 0,2 racione në ditë. Frutat. Frutat janë të mira për njerëzit që rrezikojnë nga diabeti, vetëm duhet i konsumoni në formën e lëngjeve ose të smoothie. Drithrat. Konsumi i drithrave bën që nivelet e sheqerit në gjak të rriten më ngadalë pas një vakti dhe të ulet rreziku për zhvillimin e diabetit të tipit 2. Fibrat e drithrat ndalësojnë procesin e tretjes së karbohidrateve duke ulur kështu nevojën për insulinë. Drithrat përmbajnë gjithashtu lëndë ushqyese antioksidues dhe antiinflamator që ndihmojnë në parandalimin e diabetit. Thjerrzat.
Gjatë një studimi të publikuar në revistën Clinical Nutrition, shkencëtarët ndoqën dietën e më shumë se 300 personave të cilët nuk shfaqën diabet për më shumë se 4 vite. Ata zbuluan se personat me konsum të lartë bishtajave, sidomos thjerëzat, ishin më pak të rrezikuar nga diabeti. Zvendësimi i gjysmë racioni me vezë, bukë, oriz ose patate me thjerëza çdo ditë ndihmon gjithashtu në uljen e rrezikut të zhvillimit të diabetit të tipi 2, citon Elthisaj. Të gjitha llojet e bishtajoreve, përfshirë këto thjerëzat, fasulet, bizelet dhe të tjera, janë të pasura me fibra dhe janë një burim shumë i mirë i proteinave. Yndyrnat e shëndetshme. Ashtu si karbohidratet edhe yndyrnat ndahen sipas kategorive, cilësi dhe sasi. Yndyrnat e pangopura ndihmojnë në përmirësimin e rezistencës ndaj insulinës. Zgjedhja e burimeve të duhura si fruta të thata, farat, vaji i ullirit, vaji i kakaos dhe avokados, megjithatë, duhet të keni kujdes me porcionet, duke qenë se yndyrnat janë shumë kalorike. Proteinat e lehta. Proteinat ju mbajnë të ngopur për një kohë më të gjatë, ato ngadalësojnë tretjen, kështu që nivelet e sheqerit në gjak rriten dhe ulen më gradualisht pas një vakti. Konsumoni proteina me bazë bimore si fasulet dhe thjerëzat, si dhe mishi, peshku dhe pula, të cilat do t'japin gjithashtu një ndihmë shumë të mirë për shëndetin tuaj. Kanella. Kanella është një nga ushqimet më të njohura që mund të ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Shumë studime tregojnë se kanella mund të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës edhe të zvogëlojë gjithashtu edhe sasinë e sheqerit në gjak. Prandaj, kanella mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të përmirësuar dietën tuaj dhe për të përmirësuar gjithashtu gjendjen dhe luhatjen e sheqerit. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të ushtuar në dietën tuaj është edhe spinaçi. Spinaçi është i mbushur me vitamina, minerale dhe antioksidantë të cilët nxisin shëndetin. Ka një indeks të ulët glicemik që do të thotë se mund të shkaktojnë rritje të madhe të sheqerit në gjak. Provoni të shtoni spinaqin në sallata, në smoothie ose në gatime për të gatuar një opsion më të shëndetshëm. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të ushtuar në dietën tuaj është avokado. Ky super ushqim është i mbushur me yndyrra të mira dhe fibra të cilat ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit. Yndyrrat e mira në avokado ju mbajnë të ngopur për më gjatë duke zvogëluar dëshirën për ushqime të lehta që mund të rrisin sheqerin në gjak. Boronica. Boronicat janë të shijshme dhe të mbushur me antioksidantë që ndihmojnë në luftimin e inflamacionit dhe rezistencës ndaj insulinës. Ullumtimet tregojnë se ngrënia e boronicave mund të përmirësojë rregullimin e sheqerit dhe mund t'i shijoni si një snak të lehtë dhe t'i shtoni në drithra ose në kosh. Tërshëra. Tërshëra është e pasur gjithashtu edhe me fibra të pasura dhe të tretshme, të cilat ndihmojnë në ngadalësimin e përthithjes së sheqernave nga zorët, duke zvogëluar kështu luhatjen e lartë të niveleve të sheqerit në gjak. Filloni dietën tuaj me një tas tërshëre dhe shtoni edhe fruta përshije dhe lëndë ushqyese, të cilat do të luajnë një rol pozitiv në përmirësimin e gjendjes suaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni edhe kakaon. Kakao, veçanërisht pluri i kakaos, mund të japë rezultate fantastike për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Kakao, veçanërisht pluri i kakaos pa sheqer, ka treguar efekte pozitive edhe në nivelin e sheqerit në gjak. Flavonoidet që gjenden te kakaot mund të përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe të sjellin gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj. Provoni të shtoni pak kakao në dietën tuaj. Kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni gjendjen dhe të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Siguroni të shtoni vazhdimisht kakao në dietën tuaj duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ato përmbajnë. Është e rëndësishme që nëse vuani nga luhatjet e forta të sheqerit në gjak, të përdorni produkte sa më natyrale, të përmirësoni dietën tuaj dhe të evitoni gjithashtu edhe produkte të cilat shkaktojnë luhatje të sheqerit në gjak. Konsultoni me mjekun tuaj pasi çdo dietë duhet të jetë individuale për të përmirësuar gjendjen dhe për të evituar kështu komplikacionet të sheqerit në gjak. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi të dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Mos harroni të konsultoni me mjekun tuaj për çdo shqetësim të mundshëm që mund të keni.